E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit që po ndodhin në Ferma VIP. Ferma VIP, unë e kam thënë gjithmonë që është një spektakël që dhuron vërtet një audiencë, do të thënë rëmben një audiencë të jashtëzakonshme. Por është edhe një spektakël që të rëmben dhe ti në shumicën e rasteve tregon vërtet atë karakterin që ti je, njeriu që ti je. Tani, unë besoj që në ditën e parë dhe në ditën e dytë, derisa fermerët gjejnë atë komoditetin e tyre, derisa fermerët gjejnë atë qetësinë e tyre, derisa fermerët ambientohen me kamerat, edhe mund të jenë të rejshëm, edhe mund të krijojnë situata, edhe mund të krijojnë strategji, edhe mund që të mundohen të bëjnë lojë. Por, në ditën e 30, në ditën e 40, ato fermerë nuk janë më strateg, por ato banorë aty janë vetvetja. Janë ato që janë në shtëpi, janë ato që janë në përditshmëri, janë ato që janë në lokal, janë ato që janë në lagje, janë ato që janë në punë, në skenë dhe jashta skenës. Më vjen shumë keq, sinqerisht, që urrejtja ka kaluar në nivele kaq të larta, sa që kjo energjia urrejtjes duke qartazi dhe transmetohet fort në media, do të thënë si nga Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, është e dukshme inati dhe mblefi që e kanë kundërdrejt njëri tjetrit. Në këtë rast dua pak të flas për Ilir Shaqirin. Ilir Shaqiri rrjedh nga një historik i jetës së tij, që gjithmonë, do të thënë, ka prezantuar suksese, ka prezantuar fitore, ka prezantuar arritje, dhe kjo gjëja që Iliri, do të thënë, ka bërë në jetën e tij, e ka bërë që Iliri të jetë një personazh në vete, të ndihet i rëndësishëm dhe të mos i lëshoj rrugë një fenomeni tjetër që vërtet është i jashtëzakonshëm dhe bën një spektakël të papar. Çuditërisht, në prajmet e fermës, unë nuk kam dëgjuar që opinionistët, Ejgjeli, Ermali dhe Armina, të cilët kanë zënë karigen dhe s'po bojnë asnjë lloj pune, të flasin dhe ta godasin Ilirin në formën ashtu siç duhet godet një opinionist. Jo ta godet në formë ironike duke qesh. Ajo nuk është goditje. Goditjet janë ashtu siç ne jemi mësuar të shohim për shembull Arber Hajdarin, që kur e godet dhe nuk i plas fare, e shënjestron banorin. Dhe në këtë rast, për ngjarje që ndodhin brenda në fermë, unë mendoj që duhet dhënë analiza të sakta dhe të vërteta. Tani ju shumë mirë e dini, ditën e sotme, fermerët kishin një mrekulli nga Agai që të shijonin pak rezet e diellit, të shijonin pak atë pishinën e bukur që regjizorët, producentët kanë përzgjedhur që këto fermerë të kenë këtë vit. Dhe çuditërisht, pas një qetësie të bukur, Iliri krijoi një zënk me Mozën, ku do me thënë filluan që të ofendohen, në këtë rast Iliri. Unë nuk jam kundër dinamikave, sepse po nuk pati dinamika, nuk ka shikueshmëri, nuk ka esencë ferma. Por, të jenë zënka në kuadër të fermës, jo të dalin përtej saj me ofendime që ne në fakt na vjen shumë e çuditshme që këtë kulturën e dëgjojmë nga një artist me peshën që ka Ilir Shaqiri, duke ja thënë një gruaje që fillimisht një herë është më e madhe se ai në vite, dhe më e dyta është që, do me thënë, ajo grua nuk ofendon me gjuhën e tij. Tani debati dihet për çfarë nisën në fermë. Iliri ishte përballë Mozës, Moza merrte rrezë dielli, Iliri qëndronte në këmbë, gjithashtu merrte rrezë dielli rreth pishinës, ishin që të dy. Dhe Moza po debatonte, diskutonte, se nuk ishte debat, mes Sarës, Blerinës, Iliri, do me thënë është ky kombinimi që është bërë brenda në fermë. Dhe në këtë rast, do me thënë, Iliri i thot Mozës, ti lën e ke në ballë, që do me thënë Iliri e di se ç'është loja, dhe mos më çaj këto që i kam këtu poshtë. Tani unë e them pikërisht ashtu siç Iliri e tha. Ti thuash ti një banores brenda, mos më çaj me nderen,
mos më çaj këto që i kam këtu poshtë, mua më duket jashtë normales dhe unë mendoj që Agai duhet në raste të këtilla të veprojë menjëherë me zarftësi dhe të kërkon përjashtimin e atij banorit. Se ti nuk mundesh ta normalizosh një bisedë, nuk mundesh ta normalizosh një kërcënim, se ti nuk e din se çfarë të bëj unë, ti nuk e din se çfarë unë ta akmerem ty, sepse Iliri përpos që i tha këto fjalët edhe e kërcënonte Mimozën, duke i thënë se ti nuk e din se çfarë të bëj, që nuk kupton unë ty të zhduk. Dhe unë nuk e kuptoj pse Ilir Shaqiri duhet ta ketë gjithë këtë inat dhe urrëtie të madhe ndaj një personazhi që në jashtë po duartrokitet dhe duhet masofikisht. Dhe ajo që mua më befason më shumë është që Agai nuk reflekton. Më thënë Agai duhet i dëgjoj këto gjëra. Më fal ishte deri këtu, ose do marrësh dënimin e merituar për gjuhën e përdorur, jo për diskutimin dhe debatin, sepse debati dhe diskutimi duhet patjetër të bëhet, ato janë në spektakël, ama ti nuk mund ta kërcënosh fermeren tjetër sepse ti tregon qartazi që e ke inat. Ti nuk mund të përdorësh atë gjuhë kundërdrejt një banores aty brenda sepse të dy jeni me të drejta të barabarta. Ti nuk je askushje aty, ajo nuk është askushje aty. Të dy jeni në të njëjtin nivel. Dhe ti të atë ofendosh një grua, dhe sidomos një grua me kërcënime të tilla, që ne çdo ditë dëgjojmë vrasjen e grave dhe pikërisht dëgjojmë nga këto histori, mua sinqerisht më duket çnjerëzore, më duket jashta normales dhe mendoj që eskalon çdo pik dhe eskalon çdo limit. Dhe në këtë rast me patjetër që duhet marrur masa nga Agai për atë se çfarë është duke ndodhur në ferm nga personazhet si Iliri. Unë uroj me zemër që kjo gjë të merret seriozisht, uroj me zemër, uroj që të mos të tolerohet dhe shpresoj që opinionistët, të cilët e kanë rolin pikërisht për këto gjëra më së shumti, të japin mendimet e tyre të sakta, të japin qëndrimet e sakta dhe të alarmojnë rreth këtyre rasteve, se nuk mundesh ti të kesh kaq mbledh dhe kaq urrëtie ndaj një personazhi tjetër që është duke bërë një lojë të jashtëzakonshme dhe që ka një dashuri të jashtëzakonshme jashtë. Me thënë, realitetin duhet ta pranosh ashtu siç është, të vërtetën duhet ta pranosh ashtu siç është. Të pëlqen apo nuk të pëlqen ti? Unë pres në fakt një zarf, pres një reflektim nga Agai. Uroj me zemër që gjërat të duken të merren pak më seriozisht dhe nuk duhet toleruar një gjuhë e këtillë e përdorur nga Iliri, i cili në fund të ditës e ka një inat të vetëm, pse nuk e fiton dot ai fermën dhe pse ai nuk e mposhtën dot Mimozën për ta nxjerrë Mimozën keq, që Mimoza të gabon dhe të eskalon nga vetja. Dua të marr mendimin tuaj për këtë situatë.